e kini marrë, thash, në bazë të një 101 të kushtetutës, dhe një 101 të kushtetutës e keni shkel me kam kështu, e keni shgërry fare. Në cilin moment? Po, lexoje, thot, kur ti merr parat me një akt normativ nga ky 101 kushtetutës, nga fondi rezervë, emergjenca, duhet kesh një justifikim. Jo, më s'ka lidhje fare. Ndjek procedurën. Po pra. Procedura është, e bëre aktin normativ o zotri. Kalojnë parlament. Kalojnë parlament dhe të mblidhe parlamenti me na 5 ditë me urgjencë. Dhe pastaj kalon flotëror zyrtare. Kurse ti e firmosi në Almadhnia, se ja çovi Blendi Gonxha, e firmosi sepse në darkë duhet të kalonin lekët me patjetër atij zotrisë atë ditë. Në të njëjtën ditë, kur është firmosur akti normativ, keni kaluar parat. Dhe s'ka kaluar parlament. Spak më dëgjon. Ata duhet më dëgjojnë mua sonde. Duhet të çirrem unë për këtë gjë. Se është turpi madh, mos skandal. Ju dhe procedurën, se mirë më, ai dha 4, 44 më t'jepni. Ore vjedh, po vjedh me liq, si mi ke vjedhur gjitha. Me akt parlamentar. Jo ma ashtu i ke bërë, o zotri, i ke bërë inceneratorin me liq, teatrin me liq. Çdo gjë në këtë botë, ma ke bërë me liq parlamenti, si e si që të mos shkosh më për djekje penale. Mos ma thuaj mua këtë të lutem, se më ofendon pastaj. Po të them, sot ti ke bërë këtë gjë, a dit në zotin Kanye West, që të pëlqen ty apo fëmijëve të mi, po të them kemi bërë këtë gjë. Tani ata të spakut, po s'ditë me lexu shqip, mos rrin as i ditë më aty.